Përshëndetje për gjithë dhe mirë se erdhët në klinikën D. Sonde do të flasim për një problem që prek jashtëzakonisht shumë njerëz, mbi peshën. Një problem që nuk lidhet vetëm me pamjen, por me shëndetin në përgjithësi. Cilët janë shkaktarët që po vijem deri tek mbi pesha dhe cilat janë mënyrat më të duhura e më të dobishme për shëndetin tonë për ta humbur ose për t'i humbur thënë më mirë kilet e tepërta. A është problem vetëm ushqimi apo një stil jetës që mund të jetë i gabuar? Këto dhe shumë të tjera sonte do t'i diskutojmë në studio me Sezen Ibrahimi, dietologe dhe nutricioniste. Sezen, mirëmbrëma dhe faleminderit që je sonte këtu me ne. Mirëmbrëma dhe juve, faleminderit edhe për ftesën fillimisht. Është kënaqësi të marr pjesë sonte këtu. Faleminderit shumë. Sezen, çka nuk kuptojmë mbi peshën për nga aspekti mjekësor? Realisht mbi pesha përcaktohet me bazën indeksin e bazës trupore, BMI-n, të cilën mbi 25 ne e quajmë mbi peshë, mbi 30 e quajmë obezitet dhe mbi 41 e quajmë morbid obezitet. E përmendit që mbi 30 obezitet e deri tek 25 mbi pesha. Ku po dallon mbi pesha me obezitetin? Realisht obeziteti tash e tutje konsiderohet si një smundje. Këtë e përkrah dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë. Po fatkeqësisht pacientat që janë me obezitet ende nuk janë dijeni dhe nuk janë shumë të hapur për pranim që obeziteti është një smundje. Realisht dallimi më i madh i këtyre dy temave është se mbi pesha mund të menaxhohet më lehtë, ndërsa obeziteti kërkon një menaxhim pak më të veçantë. Kur flasim për smundje, sigurisht që në kupton më pas edhe marrjen e terapisë, që jo domosdoshmërisht është edhe te mbi pesha. Patjetër. Mbi pesha me vete sjell edhe shumë smundje të ndryshme, si tip 2 diabetin, smundjet kardiovaskulare, smundjet e tjera, çrregullimet hormonale. Mes këtyre çrregullimeve hormonale merr pjesë edhe vezorët policistike, për të cilën mendoj që duhet me qenë një program i veçantë, duhet me caktu një kohë shumë më gjatë për diskutim, për arsye se është një çrregullim hormonal që është duke i prekur një pjesë shumë të madhe të moshës së re, sidomos tek mosha e adoleshencës, kogjashëm po kemi të lashe. Cilat janë shkaqet kryesore që po vijmë deri tek mbi pesha? Son thash më herët që është një problem që realisht po atakon shumë. Madje nëse hym dhe shohim studime, e shohim që në plot vende, sidomos tek moshat e vogla, në këtë rast fëmijët, po kanë probleme mbi peshën. Patjetër, realisht mbi pesha po fillon prej moshës së hershme, nga ushqimi mos i shëndetshëm edhe ushqimi mos i balancuar, karbohidratet e tepëra, yndyrrat e tepërta, realisht mungesa e aktivitetit fizik, faktorët gjenetik, çrregullimet hormonale, gjitha këto po shkojnë me një bashkim kolektiv ashtu. Nuk mund të themi vetëm një shkaktar ose tjetri. Gjithat po shkojnë në mënyrë të barabartë. Në njërin prej emisioneve që ne kemi pas këtu një të ftuar, një prej doktorëve, realisht e kemi cekë që si pasojë mbi peshës po vijmë shumë shpesh edhe te infarkti i miokardit. Çfarë po ne kuptojmë se prej mbi peshës po vijnë edhe probleme tjera të shëndetit. Pra nuk është veç ajo pamja e jashtme që na i referuemi. Cilat janë disa nga problemet më të shpeshta që i hasim kur vije fjala tek mbi pesha? Patjetër, krahas pamjes së jashtme që ndikon kogja shumë në disponimin, që ndikon kogja shumë në personat, në motivin e tyre për të qenë më të hapur për pjesën e jashtme të jetës, ndikon kogja shumë edhe në shëndet, qoftë shëndeti mendor, qoftë shëndeti trupor, ka kogja probleme të mëdha që i sjell. Që i përmana edhe më herët është një ndër to janë problemet kardiovaskulare, janë problemet e tip 2 diabetit, çrregullimet hormonale, bashkë me to vjen edhe format e ndryshme të depresionit, ankthit, cilat nuk janë pjesë që më takojnë mu me i studiu ose me fol më tepër për to, po ka që po prekën kogja shumë prej pacientave, prej dukjes së jashtme, kjo po shkon deri te thimi i thyerja e vetbesimit, kështu që nuk mund të themi se ka vetëm probleme fizike apo vetëm probleme mendore, që dyja shkojnë paralelisht. Pra, po ndikoj ka edhe në shëndetjen mendor. Kogja shumë. Ju thatë që disponimi, motive, gjitha këto. Kogja shumë. Realisht në shëndetjen mendor po mundet tani më edhe sidomos mas pandemisë Covid kemi hasur fatmirësisht them në përmirësim në përdorimin e shtesave ushqimore si vitaminës D, vitaminës B kompleksit, kolagjenit, dëtreshin
kam fillu me u vetëdisu ma tej për pacientat edhe popullsia pak ma tej për përdorimin e saj, është diçka domosdoshme sepse edhe mungesa e vitaminave, mineraleve, shtesave ushqimore mund të çojë deri në depresion. Këto janë disa nga shkaqet që ne fatkeqësisht jemi ballafaquar pak më tej përmas pandemisë Covidit, edhe fatmirësisht na ka mbet një shprehi që të përdorim pak më tej për suplemente apo shtesa ushqimore. Kur jemi fjala tek mbi pesha, në rrjetet sociale sidomos kemi mundësinë me pa dieta të ndryshme. Madje janë disa dieta kështu 5 ditore, 7 ditore, që nëse i ndëgjojmë ato e kemi të sigurt që na kemi me humb peshë. Por realisht cila është mënyra më e mirë edhe më e dobishme për me humb peshë? Mënyra më e mirë e më e dobishme është dieta e personalizuar, ato të cilën edhe e përkrahi. Dieta personalizuar nuk është diçka që mundet me na bo mirë të gjithë personave, sikur shenjat e gishtit e kemi edhe dietën e personalizume, se secili person e ka organizmin ndryshe, ka renditjen gjenetike ndryshme dhe i ka smundjet e ndryshme, mbi gjitha e ka edhe reagencën e trupit ndryshe ndaj këtyre smundjeve. Të thotë ne dyjat mundemi me qenë me një moshë, mundemi me qenë me një peshë, po trupi im, gjeneza ime reagon ndryshe për ndonjë smundje e jotja mundet me reagu shumë ma ndryshe. Kështu që dieta e personalizuar është adekuate për me humbur peshë edhe jo dietat e shpejta, duhet me qenë pak më e vazhdueshme, e mbajtur edhe e mirëpritur nga personit që po e mbahen. Përndryshe unë mendoj se janë të kota vazhdimisht ndalesa e kalorive të tepërta, vazhdimisht mos konsumimi karbohidrateve, mos konsumimi tepërt i proteinës, edhe ato munden me na çunë probleme shumë të mëdha. Kështu që mendoj se duhet me pas mjaftueshëm ndjeshmërinë e lartë për këtë pjesë, edhe personat që po i bojnë këto lloj të promovimeve të ndryshme, sepse jeta e njeriut nuk është lojë, nuk është as hajgare, metabolizmi mundet me u prish një herë dhe mandej rikuperimi mundet me qenë shumë më i vështirë për më tutje. Kur po thoni dietë personalizuar, çka keni parasysh? Çu vendosni ose cilat janë kriteret që ju i vendosni për një dietë personalizuar? Fillimisht unë për pacientat e mi, po flas fillimisht i kërkoj analizat të shoh një herë. Pa analiza unë mendoj pa një anamnezë të saktë, pa një anamnezë të rregullt dhe të qartë, unë mendoj se nuk mund të vazhdojmë një rrugtimi. Pas analizave fillojnë kontaktet me pacientin, fillojnë bisedat e gjata, të cilat na tregon pacienti ku janë problemet, ku janë telashet. A ka mos absorbim, a ka frymje, a ka probleme tjera shëndetësore që po i pengojnë ose që po ngadalsojnë procesin e humbjes peshës ose shtimit peshës. Na realisht vazhdimisht përkrojmë humbjen e peshës, po kemi edhe pjesën tjetër të pacientave që kanë telashe shumë të mëdha me shtu peshë. Kështu që fillimisht është mirët për bazë analizat edhe anamneza e pacientit. Në këto analiza hynë edhe hormone, gjandra tiroide, sepse janë motori i trupit, themi, një shëgjone i konsideroj janë zort, pastaj janë gjandra tiroide, të cilat në mos funksionimin e tyre mundën me na çu deri në probleme shumë të mëdha, po menaxhimi i tyre pasi që definohen përmes analizave është shumë më i lehtë, janë terapitë adekuate edhe mundën me qenë shumë më efektive për me pas një jetë shumë më cilësore edhe shumë më të lehtë, shumë më të përballueshme. Prej anës tjetër mundohem që sa më tepër me modifiku, sepse na e dim që në Ballkan e kemi shumë pak më ndryshe mënyrën e jetesës, mënyrën e ushqimit, e kemi pak më të përshtatshme për proteinë dhe karbohidrat, duhet me modifiku pak më tepër për pacientat e tonë. E dim krejt që dietat mediterane janë shumë të shëndetshme, shumë të mira, po jo për gjithkund të përshtatshme. Kështu që patjetër se duhet me pas parasysh edhe ambientin ku pacienti jeton, ku pacienti punon edhe si janë rrethanat për me mujt me mbajt dietën. Përndryshe një dietë e perfeksionuar mundet me qenë, po mundet me mbejt vetëm mbi letër, jo e përshtatshme për pacientin. E sa ekziston, realisht sa vlen teoria që duhet largohen kompletisht karbohidratet prej përdorimit për me arrit një person me humb peshë ashtu siç dëshiron? Unë nuk e përkroj këtë teori, kështu haptas po e them se në dietat e mia ka edhe karbohidrat, edhe është një përqindje e karbohidratit që duhet të mirët, po ajo çka unë e përkroj është vetëm kontrollimi, balancimi i proteinit, yndyrnave të shëndetshme edhe i karbohidrateve. A ka në mas, realisht, sa kilogram do të ishte e shëndetshme për njeriu që të humb peshë?
pa i bot dëm shëndetit të ti brenda muajet? Realisht na shkojmë me atë mendimin që brenda javës një person i shëndetshëm, pa telashe, pa çrregullime hormonale, nuk po flas fillimisht për smundje që i ka. Pe marrim bazë vetëm një pacient që ka telashe vetëm me humbje peshe, atëherë mundemi me shku me 1 kilogram javë. Do të thotë që i bjen 3 deri në 4 kilogram në muaj. Po muajin e dytë, muajin e tretë kjo mundet me ndru. Një muaj mundet me qenë shumë ma efektive dieta, muajin e dytë mundet me qenë ma pak efektive. Do të thotë nuk do të thotë se muajin e parë kemi humbur 4 kg, muajin e dytë kemi me humbur 4, muajin e dytë mundet me shku vetëm me 2. Mesatarja e kësaj është 3 deri në 4 kg në muaj, që i vjen për 3 muaj afër 10-12 kg. Pse në muajin e dytë nuk po humbasem? Duke marrë parasysh që na po e mbajmë dietën e njëjtë, a krijohet një farë lloj imuniteti trupit, po themi kështu, ndaj dietës apo çka ndodh? Realisht po, se lidhet edhe me efektin placebo pak kjo, pacientat muajin e parë po fillojnë shumë me motiv të madh, edhe po mbajnë total dietën. Mandej muajin e dytë po munden me pas pak lëshime, ashtu jo tamam strikt në dietë. Ka pacienta edhe që e mbajnë strikt në dietën, po muajin e dytë humbasin ma pak peshë. Mundësia është e madhe shumë që muajin e parë edema largohet prej trupit. Do të tepricat e ujit që janë edhe ato krijojnë një peshë, që në peshore ndoshta mundën me na hament neve, po për ato nuk bën me u marrë bazë gjithmonë peshorja, numri që aty e shohëm, duhet të mirët bazë vetëm nas apo ndjehemi mirë. Do të thotë kjo ka vlerë, sa është e lloj-llojshme dieta, edhe nuk duhet të nisem me atë mendim se unë po mbaj dietë për të humbur peshë, se mas një periudhe po fokusohem në ato. Do të harrojmë si stil tjetës me pas dietën. Realisht dieta mund të me mbajt pa tjetër që për me na ndihmon shumë për me hub peshë, për me shtu peshë, për me i rregullu telashet që i kemi shëndetësore nën kontrollin e terapisë kuptohet, po që ma tepër duhet që ta kemi si stil të jetës, që të ketë vazhdueshmëri ma tepër. Nga praktika juaj profesionale, cilat mendoni se janë disa nga gabimet më të shpeshta që ne i bëjmë kur dëshirojmë të humbasim peshë? Ti marrim dietat shabllon. Kjo është një diçka që unë kam hasë shumë edhe gjatë studimeve sa kom qenë, edhe këto fatkeqësisht nuk e kemi ende një kulturë shumë zhvilluar për të mbajtur dietë dhe për ta aplikuar dietën si lifestyle, ashtu ta kemi gjatë gjithë jetës një vit që na e përcjellim me dietat e jo të personalizuara, me dietat e huaja realisht nuk mund të humbasim peshë. Ato ndikojnë vetëm në probleme shëndetësore dhe në çrregullim të metabolizmit. Kështu që një ndër problemet është kjo. Problemi i dytë është ndërprerja e karbohidratit total, sepse që thënë edhe më herët, vazhdimisht trupi ka nevojë për karbohidrate, ka nevojë për proteina, apo ka nevojë për dieta të balancuara. Ajo që unë kisha mujtë me thënë është kishte me qenë që dieta duhet të jetë tamam një stil i jetës që të ketë vazhdueshmëri, që të mund të mbahet. Njerëzi jemi krejt, edhe unë po kam momente ku nuk po muj me kontrollu, po patjetër që duhet me pas një balans. Në rast se na një ditë po e teprojmë me një diçka, me një ushqim, qoftë karbohidrat, qoftë protein, se është një mendim ashtu që patjetër veç karbohidratin na shton peshë. Jo, ka raste kur e teprojmë edhe me proteina, brenda javës mundemi me balancu ato. Këto munden me qenë problemet e kryesore, probleme majore që na çojnë neve deri te lashe, deri te çrregullimet e metabolizmës. Në kuadër të stilit dietës, besoj që një rol shumë i rëndësishëm i takon edhe aktivitetit fizik, apo jo? Patjetër. Si ndikon në rastet kur na veç po dëshirojmë me humb peshë, sa është i rëndësishëm këtë rast aktiviteti fizik? Në aktiviteti fizik ka jashtëzakonisht një rol shumë të madh, sidomos në përcjelljen e dietës, dyja shkojnë paralelisht. Do të thotë për shëndetin fizik mos flas çka ka dobi edhe për shëndetin mendor. Dyja shkojnë paralelisht edhe realisht ka edhe studime që me largimin e toksinave rrit edhe vlerat e serotoninës, kështu që sa ma tepër që mund të miremi me një aktivitet fizik, po jo që na bëjmë aktivitetin fizik vetëm për dukje ose vetëm që me u nxjerrë është që e kena bo, por realisht diçka që me të vërtet na bën të lumtur. Në rast se po na bën të lumtur pilates, atëherë vazhdojmë me pilates. Në rast se po na bën të lumtur një ecje, atëherë vazhdojmë me ecje.
vazhdimisht mundohem edhe pacientave këto t'ju tregoj, diçka nëse juve nuk ju përshtatet në listën e dietës ose në aktivitetin fizik, mundoni sa ma tepër me largu, se kjo nuk është një detyrë që na duhemi me bo, por realisht është një lifestyle që po mundohemi me përshtat njëtën tonë. Sa preferohet brenda ditës të bëjmë aktivitet fizik? Realisht dallon prej aktivitetit në aktivitet, unë nuk jam specialiste e fushës që tregoj. Ajo që ndoshta unë kisha shumë m'ia rekomandu pacientave të me, kishte me qenë mëngjes, herët ose në mbrëmje, 1 orë ecje me tempo, ngasje e biçikletës, kemi shumë vendet përshtatshme për ngasje të biçikletës, ose vetëm ecje me tempo. 1 orë është e mjaftueshme sa më shumë me pas trupin në aktivitet, sidomos gratë që janë vazhdimisht në punë, jemi edhe në shtëpi në punë, kështu që e qëndruarit në këmbë nuk është aktivitet fizik. Aktiviteti fizik është ma tepër që na të dalim, të lirojmë edhe mendjen, mos të kemi fokusin vazhdimisht në punë që na duhet me i përfundu, por realisht të kemi fokusin vetëm që onë për dalë për një relax. Kur jemi tek dieta dhe tek stili jetës, në rastet kur dëshirojmë të mbasim peshë, çka duhet me përmbajt një dietë jonja, gjithmonë edhe tu na harrojt shëndetin, pra pa i shkaktu do me shëndetet, se unë thash edhe ma herët që na po kemi rastin që po shohim dieta të ndryshme në rrjetet sociale, disa të largojnë kompletisht prej karbohidrateve, disa të largojnë pothuajse prej xhetave dhe thonë që 24 orë qëndrosh vetëm me ujë, diçka e tillë. Realisht, shpërcika edhe ma herët, dietat janë të lloj-llojshme. E kemi një ndër to edhe agjerimi, i cili bëhet jashta Ramazanit po flas. Është dieta mediterane që është një ndër dietat më të përshtatshme gjatë gjithë botës që e pranojnë këto. Unë mendoj se realisht ajo që unë e praktikoj edhe e përkroj kogja shumë, dietat e balancuara. Do të duhet të jetë karbohidrati i balancuar, proteina e balancuar edhe yndyrat e shëndetshme të balancuara. Jashta këtyne është edhe aktiviteti fizik i cili bashkohet me këto, do të dyja të shkojnë paralelisht bashk. Mos fiksimi i peshës, këto e kam kogja shumë të lashë me pacienta që vazhdimisht po fiksohen në numra, edhe këto kisha dosh kogja shumë me ndryshu, se realisht fiksimi i peshëve veç nuk na çon përpara. Kështu që unë edhe pacienta që i kam peshorëm, po ja ndaloj gjatë programit, vetëm mujt një herë ose në 2 javë një herë është e mjaftueshme. Pra, pëtoni që parimisht ta kemi në mendje që duhet jemi të shëndetshëm përpara se të kemi një dukje që dëshirojmë ta kemi, secili prej neve realisht. Fillimisht po, sepse një trupi shëndetshëm gjendet në mendje të shëndetshme. Është një paradoks që e kompleton njëna tjetrën, edhe realisht nëse shëndetin mendor e ruajmë, atëherë edhe shëndeti fizik ka me shku rrjedhshëm. Po fillimisht duhet t'i hiqim këto paragjykimet që realisht kallëpet që po na futen neve ose që po futëm ne në to, duhet sipas kujna duhet me qenë na shumë dot ose shumë të plot, sipas kujt na duhet me ju përshtat normave normale, sepse unë besoj që secili njeri ka normalin e vet. Kështu që nuk mundemi me qenë në të njëjtën peshë edhe në të njëjtën moshë e të dukem njëjtë, sepse dallojnë shumë gjëra. Një prej preparateve që tashmë veç po qarkullon me të madhe, po themi në rrjetet sociale, është berberina dhe përdorimi i saj sidomos për dobësim. Po a mund të na tregosh fillimisht çka është berberina edhe për çka përdoret në organizmin tonë, cili është roli i saj? Patjetër, berberina është një përbërës natyral i cili ndihmon në rregullimin e sheqerit në gjak edhe i cili ndihmon në balancimin e rezistencës ose ndjeshmërisë të insulinës. Patjetër që ka studime shumë që përkrojnë me një mënyrë që shqetësegëm edhe ma herët janë të ndonë pak në 2 pjesë apo lejohet me u përdor apo jo. Unë mendoj se në mënyrë të kontrolluese mundet me u përdor, por pa i pa të lashet e tjera që janë, problemet e tjera shëndetësore që janë, nuk e rekomandoj në mënyrë të tepërt. Mundet me qenë një antioksidant shumë i mirë, mundet me qenë një rregullues, një balancues shumë i mirë, në rast se përdoret me kontroll. Mbi të gjitha, nuk mundemi me cilësu as berberinën, as diçka tjetër si ushqim magjik. Realisht, magjia është krejt qaj procesi që na e kemi. Rekomandohet si produkt pa tjetër që po mund ende nuk më ka has me pas pacient që është të përdor diçka ose nuk më ka has me pas na i kërkesë tillë që me e shënu, po ka studime që e kanë përkra, do thotë rezistencën e insulinës ka pas ndryshime në të, edhe ka pas efekte pozitive.
Edhe kur është fjala, domethënë të humbja e peshës, mundet me u përdorë në mënyrë të kontrolluar. Mundet me u përdorë në mënyrë të kontrolluar, po që e tregova nuk mjafton vetëm berberina për humbjen e peshës. A ka efekte anësore berberina? Mundet me pas efekte anësore, mundet me pas probleme me të lashret gastroenteritale, të kapslëku, të diarea, mundet me pas të lashre edhe në shëndetin mendor, në disponim të personave mundet me ndiku kogjashëm. Unë po flasë bazë prej studimeve që janë bo kohëve të fundit, se është produkt shumë i ri, edhe ende nuk kemi studime shumë, hulumtime shumë të thella që na me mujt me konsideru edhe me mujt me komentu shumë për to. Për atë arsye, realisht duhet me pas kogja shumë edhe studime edhe burime të forta dhe të thella që me mujt me diskutu kogja shumë për to. Po sa preferohen në përgjithësi për përdorimin e humbjes të peshës? Nuk ka ndonjë efekt magjik në humbje të peshës. Suplementet neve na ndihmojnë që na të rrisim vlerat e vitaminave që i kemi. Realisht janë të domosdoshme. Unë i rekomandoj, i konsumoj edhe vetë shumë, të T2, kolagjenin, grupin e vitaminave B, vitaminën C, të cilat na ndihmojnë kogja shumë neve në imunitet. Po kjo shkon paralelisht me një dietë të balancuar që ceka edhe më herët. Jashtëzakonisht shumë i përkrahi, mendoj se janë një pjesë e pandashme e jetës tonë, e stilit të jetës tonë, edhe që duhet pa tjetër me u marë, se fatkeqësisht jemi vazhdimisht duke punu në ambientet të mbylluna, edhe jo gjithmonë po mundemi me pas një ushqim të shëndetshëm, ose jo gjithmonë po mundemi me pas një mundësi me arrit deri te ushqimi i shëndetshëm, atëherë patjetër që po duhet me pas edhe përkraje të suplementeve, të mineraleve, të vitaminave. Po që gjithmonë duhet të mirën në monitorimin e një dietologe. Patjetër që po, patjetër në monitorim të dietologut, të mjekut familjar, apo të mjekut specialist, duke i pas parasysh parametrat e analizave, duke i pas parasysh rezultatet e analizave që janë, për ndryshe mundën me shkaktu edhe shtrim në pesh, në rast se janë tepër ta, mundën me shkaktu edhe të lashre të ndryshme. Kështu që rekomandimi gjithmonë është që fillimisht të kemi analiza, të kemi një anamnezë të fortë, në mënyrë që të mund të komentojmë dhe të menaxhojmë procedurën shumë ma lehtë edhe shumë ma të përshtatshme, shumë ma të vazhdueshme për pacientin. Ju në fillim të emisionit të përmendet që dietat nuk vlejnë për gjithë njësoj. Jo. Ma dietat që një rol shumë të rëndësishëm ka edhe gjenetika. Kogja shumë. Pse luan rol gjenetika në këtë rast, kur jemi fjala të humbja peshës, nëse na po ju përmbajemi rregullave të njëjta. Në këtë rast po themi sigur unë, sigur te. Po çka po dallojmë më pas? Realisht gjenetika po lidhet me metabolizmin. Metabolizmi, se cili person e ka metabolizmin e vetë, e ka të personalizuar. Dhe thotë kjo është edhe një qelës shumë i madh që neve na tregon që edhe dietën duhet të kemi të personalizuar. E njëjta gjë ndodh për shembull me ushqimin e njëjtë. Dikush ka mundësi që nuk është tolerant në atë ushqim, dikush e përpunon shumë ma tepër. Sistemi imunitar i dikujt nuk është i përshtatshëm, i pacientit tjetër është më i përshtatshëm. Metabolizmi është më i shpejt apo është më i ngadalshëm, edhe përpunimin ndikon kogja shumë në përpunimin e ushqimeve që mirën. Realisht për këto duhet me qenë edhe dieta e personalizume, edhe mu marrë baza anamneza, për me mujt na me pas një dietë shumë më të menaxhueshme, të vazhdueshme, edhe të pranueshme prej anës pacientit. Cilat janë disa nga këshillat që ua rekomandone personave që dëshirojnë të humbasin peshë? Këshilla, po themi këshillat përgjithshme, pa u specifiku më pas të dieta dhe mënyra se çka ata konsumojnë, po këshillat përgjithshme. Këshillat përgjithshme, fillimisht rekomandimi im është që dieta e balancuar. Këto që përkroj edhe prej fillimit të programit e thash, dieta e balancuar me të vërtet mundet me na shpëtu kogja shumë. Aktiviteti fizik, kërkoj falje, aktiviteti fizik është kogja shumë i përshtatshëm, i domosdoshëm, edhe përdorimi i suplementeve. Këto tri janë ndoshta kishin mujt me qenë 3 pikat që më shumë kisha mujt me i cek që në fillimisht ju tregoj ose ju rekomandoj pacientave që nuk janë momentalisht në listë apo nuk jemi momentalisht me një rrugtim bashkë me ta. Nëse po supozojmë, ne kemi mbaj dietë, kemi humb peshë. Në momentin që e kemi ndërprer dietën, ju kemi rikthyt prapë qasaj peshe. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh pse dieta nuk është bërë
stili jetesës. Do të thotë, na kemi pas një stil jetesës ndryshe, për një periudhë kemi mbajt dietë, mandej prapë jemi kthy stil vjetër, realisht në shkaktarin kryesor që neve na ka prudete dieta. Dieta duhet me qenë e vazhdueshme, duhet me qenë stabile, edhe duhet me qenë stil jetesës. Po, ndonjëherë veç thjesht të bëhet ndoshta pak e mërzitshme, po themi kështu. Kështu që a mundemi me pas kështu na do det, po themi që mundemi me bo pak një shkelje të rregullave të stilit jetës. Patjetër, këtu realisht po dalim prapë të balanca. Ka raste, unë e ceka edhe vetë, ka raste kur edhe e lo anash pjesën temë si dietologe dhe thëmë sot e kam përqefi. Po mandej ditën tjetër, mundona me balancu ato që e kom bo ditën paraprake. Ka raste kur femnat sidomos gjatë kohës së menopauzës, kur e kanë edhe metabolizmin e kanë pak ma të ngadalsuar, apo në kohën e ciklit, në kohën e ovulimit, kogjashëm ka të lashe, kështu që jënë gjanat të menaxhueshme, jënë gjanat të pranueshme shumë, veç se që që thasheve ma herët, balanci është me rëndësi. Të mbahet një balans, nëse një ditë e kemi shkel rregullin, nuk është diçka një të lashe e madhe, atëherë vazhdojmë prej ditës tjetër. Ju e përmendët gjatë emisionit që ka personat që përveç se kanë probleme me bipeshën, ka dhe të tillë që dëshirojnë të shtojnë peshë. Nga praktika juaj, a është më vështirë me humb peshë a me shtu peshë? Se zakonisht këta personat që janë pakës më dopt, edhe që na shpeshherë ju themi pse është shumë lehtë me shtu peshë, shumë lehtë mutrash që thot populli, po e kanë e përshkruajnë një paktën si shumë të vështirë. A ka ndonjë statistikë kështu mjekësore, po themi, që tregon që a ka persona që e kanë më vështirë me humb peshë a me shtu peshë? Realisht për statistika mjekësore, nuk është që kom hasë diçka në literaturë, paktën unë nuk kom hasë, nuk po di, po profilet e pacientave thonë që shumë e kanë vështirë me shtu peshë, edhe jemi ma tepër në hallë me persona që po dojnë me shtu peshë se me humbas peshë. Metabolizmi tyne po mundet me punu pak ma tepër, edhe po duhet me qenë pak ma të kujdesshëm, pak ma të ndihshëm ndoshta në aspekt të rrugtimit me tyre. Mbi të gjitha si personat me mbi peshë, si personat që janë në kërkim të shtimit të peshës, jemi duke u ballafaqur kogjashëm me rrethin. Fillimisht këtu po lindin problemet. Personat që duhet të shtojnë peshë kanë pak më ekstra të ndërlikuar me këtë temë, kështu që unë po mendoj që edhe faktori social po ndikon kogjashëm. Vazhdimisht po njihen introvert, vazhdimisht po ndjehen pak në siklet ashtu për me ekspertu veten vazhdimisht. Çka kisha dashur më pas me u ndalë te një faktor shumë i rëndësishëm që të paktën ne potencojmë shumë shpesh këtu në klinikën D, është xhume. Sa është i rëndësishëm xhume në këto raste? Në të dyja rastet, po themi, edhe në rastet kur dëshirojmë të humbasim peshë, po edhe në rastet kur dëshirojmë të shtojmë peshë. Kogjashëm një rol të madh e lun, realisht edhe pushimi i mjaftueshëm, xhumi i mjaftueshëm ka kogjashëm efekt në humbjen e peshës dhe në shtimin e peshës. Mundet me qenë ndoshta kisha mujt me cekë edhe si një ndër faktorët kryesor, xhumin e shëndetshëm, edhe xhumi që bëhet në parametrat e natës, do të thotë jo xhumi i ditës, po xhumi i natës, që ka kogja efekt pozitiv në rast se bëhet në mënyrë të rregullt. Do të thotë xhumi i rregullt kisha mujt me cisu një ndër 4 arsyet ose 4 këshillat që unë ja rekomandoj një pacientit. Po sa i përket stresit, a është vërtet që stresi të bën të shtosh shpesh dhe sidomos është zona e barkut që shumë shpesh dëgjojmë, sidomos prej gjinisë femrore që si pasojë e stresit e ka që të lloj peshe në çatë zonë të caktuar. Sa ndikon stresi në këto raste? Realisht kemi raste ku pacientat me stres e ndërprejnë total ushqimin, pacientat me stres i vërsulën ushqimit, ngrënie emocionale, po s'po dish me përkthy tamam kështu në Shqip. Ka raste kur na kemi për marrë shembull mënyra të pamenaxhueshme ndoshta të stresit, edhe shkojmë menjëherë tek ushqimi. Ka raste ku ndërprehet total ushqimi, kështu që to që po e thoni ju e përkroj maksimalisht, sepse është në diçka e tillë që gjithë e bojmë, të unë ndërprehet
me stres, unë nuk mundem me u fokusu me hongër diçka, ose në të kondërtën nuk do të thotë vetëm në mënyrën e stresit, po luhatjet emocionale munden me shkaktu edhe shtim peshe dhe humbje peshe. Kemi raste edhe të atyne që janë kogja mirë me disponim edhe nuk kanë dëshirë për ushqim. E kanë kogja të lartë nivelin e disponimit edhe nuk dëshirojnë as në ushqy ose diçka tjetër. E cila do të ishte këshilla e një nutricioniste dhe dietologe në këto raste? Si ta menaxhojnë? Realisht, mundësisht sa ma tepër me mujtë me pa situatën, unë nuk jam profesionaliste e fushës, ma mirë ndërsa psikologët ose neuropsikiatrat kishin folë për këto, po mënyra vetëm se me u mësu me menaxhu realisht trupin ton. Trupi jonë realisht për na tregon shumë gjana, ndërsa veç duhet me ditë me ndëgju. Në atë moment, në momentet e krizës apo momentet e lumturisë të madhe, a kam nevojë për diçka, pse jam të e përjetu këto. Të paktën unë po mundona këto me i praktiku për veti, çka po më thot trupi jam po mundona me pa. Vazhdimisht unë mundem me qenë okay ose mundem me qenë stres, po trupi fizikisht mas një kohë fillon edhe me reagu, kështu që ndërsa qelsi i krejt kësaj kishtë me qenë me ndëgju trupin, çka po na thot. Se kogja shumë po na jep një hartë, një rrugë që na me mujt me pas edhe një rrugëtim shumë ma të lehtë, në rast se na me të vërtet javnojmë veshën edhe ndëgjojmë. Sizan, unë të falenderoj shumë për gjitha informacionet dhe këshillat që sonte ndodhen me ne. Gjithashtu, faleminderit edhe për juve. E dashur miq, ne me kaq po e përmbyllim emisionin për këtë shtunë. Ne urojmë dhe shpresojmë që këshillat tona t'ju kenë drejtuar së paku në një rrugë të shëndetshme. Faleminderit që qëndruat me ne. Natën e mirë.